Për këtë kemi hadith të drejtë për drejtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot kur flet për marrjen e abdesit edhe shpërlarjen e gojës, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Përkthimi që kur ta shpërlajsh gojen gjatë marrjes së abdesit, atëherë shpërlaje mirë, me një fjalë mundo me kujdes shpërlaje fort maksimalisht përveç nëse je agjërushëm. Dhe ky përjashtim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po jep me kuptu që vërtet kur jemi agjërushëm edhe jem duke marr abdes, atëherë shpërlajmë gojen, por jo shumë të përdorim atë gargaren ose në formë që për arsye se nga ky teprim, me thon kushtimisht, mundet me shku diçka nga uji në brendësi. Prandaj duhet pasur kujdes. Jo sikurse që kanë disa zakonisht pyetemi neve si xhallar që ndoshta ka edhe prej atyre që kur ka abdes as nuk e shpërlan gojen fare, se thot ma sigurt, jo. Kalon pak në vezvese. Goja shpërlahet edhe shumë në rregull, për arsye se ti e fut ujin dhe e nxjerr, edhe kjo është e mjaftueshme, po jo me qenë shpërlarja e shumë që mundet ndoshta diçka me depërtu edhe në brendësi.